analizojmë gjitha këto me Artan Hoxhën. Mirë se erdhe, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më lejon, nëse keni informacion, meqense ky është lajmi i ditës së sotme, me armë, fasada e CFO Pharma. Çfarë ka ndodhur? Faktikisht një ngjarje që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, domethënë ditës së sotme, pra ende pas zbardhur dita. Nga mënyra se si ka ndodhur ngjarja, kemi të bëjmë me një sulm tipik, nuk është hera e parë që kjo ndodh, por ka kohë që nuk ishte bërë prezent, pra ka disa vite. Për shembull, sulmi i fundit që ma imën në formë të tillë, pra me goditje fasadës së një biznesi me armë zjarri, në breshëri domethënë Kalashnikovi, ka qenë ndaj godinës Top Channel, ku mbeti vrarë roja i atij objekti, ngjarje e cila nuk zbardhur sot kësaj dite. Edhe pse ka patur njerëz, ka patur hetime, nuk e di pse kanë ndaluar rrugës, por fillimisht për atë ngjarje u zbulua një person i cili u bë më mbrapa bashkëpunëtori i drejtësisë. Dhe është bashkëpunëtori i drejtësisë sot, por nuk e di pse ngeli. Dhe këto janë ngjarje kryesisht pa zbuluara, janë historikisht këto ngjarje ngelen të pa zbuluara. Me çfarë backgroundi kanë, pse ndodhin? Këto ngjarje kanë qenë të përqendruara kryesisht në zonën industriale të Tiranës, pra në aksin Tiranë-Durrës, ose në aksin tjetër Tiranë-Fushkruj, pra ky që quhet trekëndshi i Bermudës Tiranë-Fushkruj-Durrës, përfshin brenda dhe pjesën dhe aksin Fushkruj-Vorë, pra ku është brenda dhe aeroporti i Rinasit. Kryesisht të lloj ngjarje, pra janë një seri biznese, prandaj thashë ka vite që nuk ka qenë prezent këto lloj ngjarjesh, kanë qenë kryesisht presion, kërcënim, vendosje gjobash ndaj bizneseve ose kompanive të mëdha të biznesit Shqipëri. Pra, qëllimi i këtij sulmi është pikërisht kjo që po ndodh sot. Pra, publikimi dalja në media, krijimi i një klime pasigurie, paniku, terrori, sepse imagjinojmë po punonjësit e asaj kompanisë atje brenda, se atje ka punonjës cilët as e kanë haberin se çfarë ndodh në nivelin e lartë. Pra ata se din fare se në çfarë problemi mund të ketë ose çfarë situate mund të ketë drejtuesi apo pronari i kompanisë. Por realizimi një ngjarje të tillë në këtë formë, me një breshëri Kalashnikove, dhe ka qenë gati një breshëri plot, 30 fyshek mbani karikatorë Kalashnikove, të paktën 20 plume janë gjetur në fasadë. Pra duket që aty nuk ka qenë thjesht të hidhin 2-3 të shtëna dhe të kalonin. Jo, ata kanë dashur ta çojnë tamam, domethënë ta çojnë të plot të mesazhin që kanë dashur t'i japin pronarit të kompanisë. Nuk do të merrem shumë me të, sepse thash jemi ende në orët e para, por kemi të bëjmë një kompani që edhe në të kaluarën ka pasur probleme, herë ka patur probleme me institucione shtetërore, pastaj domethënë me agjencitë të zbatimit të ligjit. Ka patur konflikte, domethënë, që duke u nisur edhe nga lajmet flas që janë publikuar dhe në të kaluarën, por kishte vite që kishte rënë në qetësi dhe nuk e kishim dëgjuar më. Është një kompani e madhe në tregun farmaceutik, pra nuk është një kompani ka një historik të gjatë, është një kompani që ka dalë së fundi. Pra është një histori që ka pra është një kompani që ka një historik të gjatë në tregun farmaceutik, është një nga operatorët e njohur, por mos të më i njohur, është një operator i cili është fuqizuar një periudhë kohe. Ka patur aludime që kompania është forcuar apo është zgjeruar në aktivitetin e vet për shkak të rrethanave të tjera. Të cilat janë rrethanat? Kanë qenë dhe unë besoj ato janë çështje të hetimit dhe nuk e di pse kanë ngecur, por që është dyshuar dhe në atë kohë që shikoj se ka patur interferenca para që kanë ardhur nga apo aksioner apo investitor, nuk e di si termin tani si mund ta përcaktoj, të ardhura nga drejtime të tjera, të cilat ato ka qenë pjesë e hetimit, pra nga kanë ardhur. Para të jashtëligjshme, po thua drejtime tjera këtë themi, para jashtëligjshme. Tani kjo nuk e them dot unë sot ta përcaktoj, është apo s'është jashtëligjshëm, sepse nuk ka një rezultat hetimi. Pra, po për çfarë u hetua? Për shembull, nuk është hetuar dhe për shkak se është dyshuar që aty mund të kishte investuar ose mund të ishte bashkë aksioner edhe Ervis Martinaj, një nga pjesë të hetimit. Por, pra, flas momentin kur e para kur Ervis Martinaj është pa në kërkim
për shkak të atij operacionit plumbiar dhe pastaj më mbrapa kur ai u rrëmbye, u ekzekutua dhe u zhduku fomati dhe ne jemi sot në këtë situatë. Pra, edhe kjo ka qenë në të kaluar, por sot tash është shumë herët, është shumë shpejt për të gjykuar. Kompania ka qenë aktive dhe është operator, thash, i rëndësishëm në treg, dhe për çfarë do motivi, për çfarë do motivi të ketë ndodhur ngjarje, duhet të zbardhet sepse është një mesazh që u shkon jo vetëm kësaj kompanie, por i shkon çdo kompanie tjetër biznesi që operon, thash, ka qenë një periudhë kohe kur kompanitë kryesore aty janë mitraluar. Pra ngoditur kompanitë më të mëdha në vend. Dhe kjo ndodhe për shkak të organizatave kriminale, të cilat kontrollonin territorin dhe e kishin të ndarë atë rrugën. Njëra palë kontrollonte krahun e majt të zonës, tjetra kontrollonte krahun e djathtë. Të zona industriale, pra ishte më. Dhe ata, domethënë, nuk ishte një gjop vënie mirëfillt, por është nga format më të vjetra që ka përdorur mafia këtu e para i shekullit, mafia italiane apo mafia amerikane, që vinë të kërcënojnë dhe pastaj të ofrojnë siguri dhe të thonë, nëse ti do që të mos kërcënohesh më, mos të ndodhi më kjo gjë, atëherë ata nuk të kërkojnë një shumë fikse dhe zhduken, që mund të jetë një shumë e madhe. Për shumë gjobat që janë dhënë para 7, 8 apo 10 vitesh, ka qenë, domethënë, nisin nga 200-300 mijë euro dhe pastaj shkonin me 1 milion, 2 milion euro. Edhe më të mëdhaja. Ne dimë dhe rastet e tjera të kompanive që janë në zonë e Vorës. Madje ka patur vendosje lëndë eksplozive, janë vrarë njerëz në atë zonë. Pra, nuk është po të filloj të numëroj tani, bëhet merremi vetëm atë sot, po thash do kemi kohë në vazhdim. Do merremi me këtë fenomen, por në rastin konkret që po përmendesh, pra, bëhet një ngjarje e tillë dhe pastaj të vjen dikush mbrapa dhe thotë do që të mos ndodhë më kjo punë, po vendosë është si lloj policie private, ata nuk të vënë një gjop të madhe, por të vënë një faturë mujore. Pra, ne thuaj që ky biznes është hetuar edhe në lidhjet e mundshme ose po hetohet me Martinajin e zhdukur apo jo? Ka qenë hetuar, nuk e di se ç'është bërë me ato hetime sepse kanë kaluar disa vite. Pra ngjarja ka ndodhur në 2022. Ne mund të jenë arkivuar, sepse nuk janë mbyllur. Nuk e di, por di që edhe pronari i kompanisë ka pasur probleme me drejtësinë, por që i ka zgjidhur dhe ka kohë që kompania ka qenë operatore në treg dhe ka arritur volumin tregtar të saj, për masat e saj, ka arritur prezencën e saj dhe është një operator të rëndësishëm. Por mbi të gjitha çfarë përfaqëson kjo kompani? Pra përveç se është kompani thash, është një operator i rëndësishëm në tregu farmaceutik dhe tregu farmaceutik në vend, treg jashtëzakonisht i madh. Me shumë ndikim, keni parasysh shqiptarët mund të jenë ndër qytetarë apo konsumatorë më të rrallë në Bashkimin Evropian që i marrin ilaçet pa recetë mjeku. Ne shkojmë direkt edhe i marrin pa recetë. Patëm dhe skandale në pandemi. Kështu që në rastin konkret, unë mbaj mend që ka qenë dhe i gjykuar më përpara pronari i kompanisë, i hetuar, i arrestuar, i gjykuar. Por kompania ka qenë, domethënë, ka vazhduar dhe shfuqizuar dhe shërritur në treg dhe kjo ngjarje duhet zbardhur së pari një herë për të i dhënë siguri një operatori në treg, së dyti për të larguar klimën e pasigurisë dhe terrorit në kompanive tjera që veprojnë në atë zonë, së treti për të parandaluar një situatë tjetër, sepse ata që e kanë bërë këtë sulm sot, sigurisht tash kanë çuar një mesazh paralajmërues për diçka tjetër më të madhe. Nuk kanë bërë kot. Ata si duket i kanë konsumuar rrugët e tjera, pra të një kontakti, të një të një mesazhi të çuar më përpara, të një bisede, ku diun të një kërcënimi që mund të jetë bërë nëpërmjet telefonit apo rrjeteve të tjera, të komunikimit apo mediave sociale, dhe derisa kanë kulmuar me këtë ngjarjen e sotme. Nëse s'ke diçka të rëndësishme të kaloj tek tema tjetër. Patjetër. Tash kjo është një ngjarje që do të vijojë. Po, ne do të jemi historisht javën tjetër dhe do të kenë dalë detaje. Se sot solle goxha detaje. Kjo është një ngjarje së pari që duhet të jetë, domethënë duhet me patjetër të zbardhet. Tash klima, se mos jemi fushat zgjedhore. Po, kjo është. Në vetë qeverisë vet intereson nga kompanive të mëdha të ndodhi kjo gjë dhe ndodhi kaq haptazi. Se këto kohë fundin e kemi parë vetëm mesazhe që ata kanë gjetur komunikimin e sinjalit, adresën e rrjetit sinjal ose telegram, dhe u kanë çuar biznesmenët të mëdhenj mesazhe në emër të kryetarit bashkisë ose kryeministit, pra e kemi parë të Erion Veliaj. Të kryeministit dhe u kanë marrë shumë të vogla, kanë marrë deri 2 milion euro. Kanë hetuar sa të tilla. Janë hetuar, kanë arrestuar, kanë të tjerë në kërkim, kanë hetim. Por të shkonin në një fazë të tillë kishte vite që ka ndodhur, thash, sulmi i fundit që mbaj mend në sulmi ndaj kompanisë
ndaj Top Medias, pra ndaj televizionit Top Channel, ku mbeti vrarë roja ati objekti dhe ngjarja nuk është zbuluar sot. Prandaj kjo është një ngjarje që ka dinamik të theksuar dhe mendoj që me background kriminal. Edhe patjetër, breshërie plot Kalashnikovi ndaj fasadës së një kompanie, nuk kemi më në as 97-ën, as 98-ën. Që era një plumë qor, po. Dhe sado që ata të jenë munduar diku një cep kamera, për shembull sepse po i referohem se ajo ka qenë ngjarja e fundit paktë që mbajmë unë. Në rastin e Top Medias, Range Rover ishte grabitur dhe ishte Range Rover i babait e një muzikanti shumë të njohur në Kosovë dhe në Shqipëri, të cilit ja kishin grabitur makinën 3 vjet para dhe makinë ishte grabitur Shëngjin. Dhe ajo makinë ishte magazinuar diku deri në momentin kur u përdor tek ajo ngjarje. Pra, nuk janë ngjarje të lehta për të zbuluar, sigurisht që duhet bashkëpunim edhe nga përgjegjësit apo nga aksionerët apo pronarët e kompanisë, që ta ndihmojnë hetimin, por nga ana tjetër niveli i këtyre lloj ngjarjeve dhe ata që fshihen mbas tyre nuk janë nuk janë disa bandit të rëndomt, kemi të bëjmë me organizata të fuqishme të krimit të organizuar dhe ato janë në gjendje që të realizojnë të tilla kërcënime dhe shantazhe me idenë që të çojnë atë që ata kanë objektiv, ta çojnë në mënyrën e duhur dhe t'japi efektin e duhur tek personat apo tek kompanitë që ata kanë dhënë në shinjesë. Kështu që prandaj po them që është shumë e rëndësishme që kjo është një ngjarje që duhet të zbardhet dhe sa më shpejt jetë e mundur, edhe për të qetësuar kompaninë, punonjësit e kompanisë, ajo kompani ka një numër shumë të madh punonjësh, ka pika të tjera të shpërndarë në gjithë territorin e Shqipërisë, tash është një operator i fuqishëm ai, dhe për të larguar gjitha këto aludime, tash në rastin që përmendon, në atë kohë, është hetuar por nuk pati asnjë lloj rezultati, kompania ka vazhduar dhe kështu që ne nuk duhet ta paragjykojmë dhe nuk kemi sot vendim të saktë, të qartë se kush është, a është ky, a ka investuar ky person që përmendon, a ka qenë ai i përfshirë aty, pra janë gjitha këto kanë ngelur në pikë pyetje, që të mos ngelen në pikë pyetje dhe ne të vihemi para faktit kryer që vjen dikush dhe mitralon aty dhe largohet, sikur s'ka ndodhur asgjë, atëherë duhet këto hetime duhet të jenë të thelluara dhe vetëm rezultatet apo zbulimi i këtyre ngjarjeve dhe datorëve të tyre çon në parandalimin dhe në mos përsëritjen e këtyre ngjarjeve në ditën vim. Rasti Velia i vazhdon të prodhoj vëmendjen e medias me histori të reja rreth mundësisë së implikimit të politikës. Besoj si ne edhe ju keni parë dje se çfarë ka ndodhur me zonjën Llagami në komunikimet me Klotilda Bushkën. Kjo e fundit ka reaguar duke i mohuar vërtetësinë e tyre. Çfarë dim? Pra, se nuk është histori që del sot kjo. Madje në hetime u tha që zonja Bushka ka tentuar ose ka ndikuar, ka influencuar në rastin Veliaj. Tani kush është e vërteta e gjës ose si ne mund ta kuptojmë se çfarë duhet të bëjë drejtësia në rastet konkrete, nëse ne kemi të bëjmë me fake news, nëse ne kemi të bëjmë me veprime konkrete, në të dyja rastet. Jemi në një situatë që është pak i ngjashme me këtë që thash, edhe pse domethënë duket një nivel tjetër i kriminalizimit apo i kriminalitetit që ndodh. Pra, nëse në rastin e parë situata zgjidhet me Bashari Kalashnikovi, AK-47 në quhet përmbarues, kurse vjen përmbarimi i shtetit dhe përmbarimi me letra privat, vjen këta me AK-47-ën, që këta janë më të shpejtë, më të qartë në atë që bëjnë, edhe janë më të efektshëm. Sepse dihet mas se breshërisi shkon në fasadë, vjen breshëria apo të shtëna tek e tek që vjen direkt në objektiv pastaj. Në rastin konkret, situata është e ngjashme me këtë, sepse si në atë rast, edhe në këtë rast, ne nuk kemi patur një hetim shtërrues në rastet të klasës mëparshme, pastaj do vite rasti jonë, për implikim të politikës, të personazheve që vinë kryesisht nga pushteti, sepse pushteti është në gjendje të ushtrojë tryshni ndaj sistemit gjyqësor. Pra është një pushtet në vetë gjyqësori. Në rastin konkret, kemi të bëjmë me një histori që ka prodhuar dhe prodhuan çdo ditë, edhe duket sikur ka rënë pak intensiteti, por që nga 10 shkurti kur u arrestuar Arion Veliaj, është një histori që çdo ditë prodhon lajm herë të dukshëm, sepse bën seanca gjyqësore të dukshme, dhe herë prodhohet një lajm i tillë, i cili vjen
me gjysmë të vërteta. Në rastin konkret, kemi të bëjmë me publikimin e disa mesazheve, të cilat janë mesazh, pretendohet, janë mesazhe të marra nga këto rrjetet komunikimit që përdoren her pas here. Sinjal, Telegram, po janë të njëjtë, to kanë të njëjtën mënyrë komunikimi edhe si Sky me Encrochatin. Por parapëlqen më shumë nga zyrtarët, sidomos nga politikanët, pra ata që nuk përdorin ato rrjetet e kriptuara, përdorin to lloj rrjete, se meqense këto rrjete kanë fluks shumë të madh, është më e vështirë ti përgjosh. Pra, nëse aty komunikojnë 100 milion njerëz dhe sinjali është një rrjet goxha i zgjeruar, është çike vështirë të fokusohesh se këtë përgjosh. Por nëse agjencitë e zbatimit ligjit të targetojnë dhe të vendosin në shinjesër, nuk shpëton dhe sinjali dhe telegrami, që unë ka parasysh kur komunikon me zyrtarë ose me politikanë, gjë e parë që thonë është ke sinjal. Kam vite që e them këtë gjë, dhe thonë ke sinjal, komunikosh aty. Sinjali është i përgjushëm, është më i përgjushëm sa të tjerë. Nëse u desh ndërhyrja e shërbimit franceze për ta kapur Encrochatin dhe Sky, sinjali kapet në kollaj. Ideja është që përdoren më shumë këto rrjete dhe Telegramin, sepse ndryshe nga WhatsAppi, edhe pse ja duken si të ngjashme me WhatsAppin dhe janë të ngjashme, por problemi është që memoria apo serveri qendror i WhatsAppit ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ti të dhënat mund t'i marrësh prej kompanisë më atje, pra ndodhet në perëndim. Kurse WhatsAppi ka ndej bazën e të dhënave. Ndërkohë, sinjali dhe Telegrami kanë lindje. Çik më vështirë, por mos thon shumë e vështirë dhe mos thon e pamundur, që ti të shkosh tek bashkëpunosh për shembull me agjencitë ligjzbatuese të Federatës Ruse. Nga ata përdorin Telegramin, pra nga ndej baza serveri qendror i Telegramit, por edhe ti duhet të qëmtosh apo të gjurmosh një nga një operatorët që përdorin këtë si rrjet. Pra, ti nuk e merr dot siç e merr nga WhatsAppi donat. Për atë rast që mund t'i marrësh edhe më masivisht, kurse për të hyrë tek këto dy rrjete, pra tek sinjali dhe tek tash parimi është i njëjtë. E kuptova. Por jo se janë të papërgjueshme, por ideja është nga që është një numër shumë i madh operatorësh, bëhet e vështirë përgjimi masiv. Pra ti duhet selektosh objektivin dhe duhet ta e bëra gjithës sqarim për të kuptuar që është pak e çuditshme që të kenë kapur të dhënat komunikimet në Telegram dhe në sinjal. Në këtë farë, e di si mund kapet ajo? Ajo kapet nëse njëri nga operatorët, pra nga ata që shkëmbejnë biseda, është në grup. Çu kapet ajo? Pra njëri nga ata e ka ruajtur, se fotografia në ato, nëse ke parë. To janë fotografi. Pra, i ka fotografuar, unë periudhë kohë kur kanë qenë në masivisht, kur ishin në kulmin e vetë rrjetet e kriptuara Encro apo Sky, bëja 2 telefona se fotografoja. Çdo komunikim që vinte, fotografohej, që ti ta ruaje sa ato fshihen më njëherë. Kështu që në rastin konkret ato janë fotografi. Pra, ose janë bërë në këtë formë, ne nuk kemi parë një transkript që është bërë nga një OPG i BKH-s, apo një OPG i policisë. Kanë dalë në mënyrë të dyshimt. Nëse do të kishim të bënin me një rrjedhë informacioni në këtë formë, i bie që këta i kanë marrë andej. Ne do të kishim të konfirmuar faktin që këto janë marrë në kuadër të një hetimi. Pra ka një hetim zyrtar dhe nga i hetimi zyrtar ka rrjedhur ky informacion. Pra ne do të kishim proces verbale e një transkripti të bisedave që bëhen mes personazheve që janë shumë të rëndësishëm. Zonja Bushra është kryetare e Komisionit të Ligjeve në Parlament, është komisioni më i rëndësishëm në Kuvendin e Shqipërisë, dhe zonja Llagami ka qenë drejtuesja e KLG-s. Pra janë 2 njerëzit me impakt shumë të rëndësishëm mbi sistemin ton gjyqësor. Pastaj unë po e heq Brendin, se s'do të merr me Brendin e bisedave, sepse ende nuk jam i bindur për të parë nëse këto janë të vërteta apo jo. Pra, nëse janë të vërteta në kuptimin që janë pjesë e një hetimi, dhe nëse do ishin pjesë e një hetimi, ato do të ishin pjesë e një proces verbali, e një transkripti, që ne kemi parë si dalin ato, e mbani mend autorizimin për përgjimin e antarit gjykatës kushtetuese, ishte firma e prokurorit në fund aty. Pra, në rastin konkret ne nuk e kemi parë këtë gjë. Pra, ne kemi parë disa fotografi, të cilat kanë një komunikim. Tani, komunikim që thash është bërë me sinjal ose me Telegram. Të dy forma. Në këtë forma. Dhe këto janë të dy sisteme që nuk e kanë serverin në perëndim dhe ti nuk e gjen dot kollaj
se nuk bashkëpunon dot me Federatën Ruse, për të dhënë ata informacion në lidhje me çfarë është kjo. Pra, së pari, ne nuk kemi parë që këto janë komunikime të një hetimi zyrtar, gjë që ende nuk e dim, se mund të ketë hetim dhe nëse dim, se nuk provohet me këtë gjë, dhe së dyti, këto nuk janë pjesë. Pra, ne ende nuk e dim. Nëse këto të fotografuara kanë dalë nga një person i brendshëm që mund të qenë pjesë e gjës. Mund të qenë pjesë e këtyre komunikimeve. Pra, duke mos patur qartësi te kjo pjesë, ne nuk mund të analizojmë detajet, mendoj unë, brenda, sepse pastaj do bjem në gabimin ose do bjem në grupun të cilën ka hapur ai që ka publikuar këtë gjë. Jam dakord. Tani, më lejo të të pyes për diçka tjetër. Sali Berisha pasi shkreu paraqit në SPAK për sapet e veta me drejtësinë, hodhi disa akuza. Ndërto ishte edhe kjo e përgjimit të Erion Veliajt, ai tha çimka, pra që janë përgjuesit që janë vendosur dhe akuzoi Ulsi Manjen. Lidhur me këtë, ke një koment rande tjetra, a ka ndryshuar pas apelit strategji mbrojtje Erion Veliaj? Po e nisë para nga kjo e fundit. Jo, po nisë nga zoti Berisha, strategjia e Berishës. Shiko, tashmë Berisha ka kthyer në një strategji të vetën komunikimi pra ka gjetur një formë të re, komunikimi me qytetarët. Po këtë radhë duke i dhënë një rëndësi më të nuk e lënë në dorë qytetarit digital, që ai thotë që e ka media dhe e lë pikpyetje mbrapa që është e vërtet, pra ai nuk merr përsipër autorsinë e asaj që publikohet aty. Ai merr përsipër denoncimin dhe thotë ma ka dërguar dikush. Kaq. Kurse në rastin konkret, meqense ai është thirrur para një institucioni serioz, për mos thënë një institucioni kryesor sot në vend, që është vëmendja e gjithë publikut, pasi që SPAK-u dhe gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, edhe ai ka vendosur që t'i bëj më serioze akuzat, pra ndryshe nga qytetari digital, aty del vetë Sali Berisha dhe del me disa shkresa, dokumenta në duar dhe i denoncon para SPAK-ut. Pra, këto lloj denoncimesh, përveç se është një mënyrë e re komunikimi e zotit Berisha me qytetarët shqiptar, përveç se me mbështetësit e vet, synon të godasi dhe ta zgjesoj politikisht kundërshtarin e tij, kundërshtarin politik. Në rastin konkret, ai po sulmon qeverinë Rama dhe një nga ministrat më të rëndësishëm të asaj qeverie. Një nga personazhet kryesore sot që lidh Partinë Socialiste me qeverinë. Dhe është Taulan Balla. Dhe pra, së pari ai komunikon me qytetarët, së dyti sulmon qeverinë dhe mundohet ta çmontoj. Pra për Taulan Ballën, Erion Veliaj, në Ulsi Manjen. Pra ai godet qeverinë aty dhe së treti, këto lloj denoncimesh të bëra publikisht tek dera e SPAK-ut. Edhe nëse ato materiale janë pjesë e timit të SPAK-ut, që më aq sa di unë di që janë, sepse nga aty janë marrë nga dosjet e SPAK-ut, e kanë ngritur Edi Rama. Për Taulan Ballës po thonë. E kanë ngjitur Edi Rama, nuk është thjesht për Taulan Ballën, janë hetime të SPAK-ut, janë për çështje të tjera. Pra, ato janë pjesë e hetimeve që ka SPAK-u. Berisha nuk e ka marrë ato, nuk e ka grabitur me ndonjë hacker, nuk ka hyrë në sistem atyre dhe o ka marrë. Ne dim që të dhënat e mesazheve të rritjeve të kriptuar Skype dhe Encrochat i kanë vetëm 2 institucione në Shqipëri. Vetëm 2. Njëri, edhe kryesori që i përdor, është SPAK-u. Tjetrën s'po e them se është agjenci. Po pra. Shërbimi. Kështu që nuk do ta them kush është tjetra. Po gjithë nuk e kanë, apo kur themi SPAK i kemi futur edhe këtu BKH-n. Në SPAK ata kanë ngritur një sistem që merret me këtë punë. Se zakonisht thonë ka dalë nga BKH-ja kur dalin gjëra të rëndësishme, po shumë. Ata kanë ngritur një sistem i cili kontrollohet në mënyrë të rrept, sepse ata që t'i kanë dhënë dhe t'i kanë besuar ato punë, nuk t'i kanë besuar kot. Se mbaj mend çështjen e dosjeve nga Rozi, kur është bërë e madhe, prandaj po pyes. Ato janë të dhënat e përftuara nga hetime shqiptare. Ato na i kanë dhënë partnerët europianë. Dhe SPAK-u në vetvete ka ngritur një sistem që t'i kontrollojë dhe t'i administrojë ato në mënyrë sa më diskrete të mundshme. Dhe patjetër që me zbardhjen e tyre, me çkodimin e tyre, me kod ato. Aty flitet me pseudonime, flitet me nofka, do dikush që ta njofi, nuk merret prokurori, merret BKH-ja. Ata janë hetuesit. Prokurori drejton hetimin dhe përfaqëson akuzën në gjykat. Kjo është puna e prokurorit. Pra, nuk merret prokurori direkt me atë punë. Prokurori mos ia kanë përgatitur 3 ose 4 hetues, ja çojnë, e lexon, hedh firmën në fund, e miraton ose e kthen mbrapsht. Kjo është detyra e prokurorit. Në rastin konkret, ato janë pjesë, sepse unë shoh kodet që janë aty. Dhe ato kode, unë i kam parë, thash edhe në të kaluarën, për shkak të disa çështjeve që mua më është dashur, ta kam deklaruar këtu, të shkoj në vende partnere të Shqipërisë, pra në Belgjik, që kam qenë më
në çështje zyrtare, që ato dihen çfarë çështje hetimore janë, dhe i di prej andej, dhe i ka marrë prej andej ato të dhëna, dhe ato të dhëna janë pjesë e dosjeve, të cilat janë hetuar dhe në Bashkimin Evropian. Nuk hetojnë vetëm Shqipëri. Toyota Yaris nuk është dosje shqiptare. Dosje belge. E kanë hetuar 4 vjet ata prokurorët federal belg atje, edhe policia gjyqësore federale belge, dhe kanë përgatitur ata dosje përsa e kanë sjellë Shqipërisë. Ata kanë bashkëpunuar në fillim, kur e kanë parë që këtu ka një lloj për ata një lloj stagnacioni, pra nuk ecte historia. Ata u tërhoqën, bën hetimet e veta, e gjetëm CSS në Shqipëri, kush e pengonte hetimin, dhe pastaj na e qepën të gjithë dosjen, na e sollën na lanë te dera, na kanë lënë te dera ato. Na ka thonë ja ku e keni, bëni çfarë doni. Berisha nga i gjente akses. Tani, pra, së pari, ndryshe nga rasti Bushka Llagami që folëm, në rastin e Berishës ne dimë që ato janë pjesë të hetimit. Po. Pra, mesazhet që dolën për komunikimin, pavarësisht se çfarë thot zonja Bushka që e kundërshton dhe thot kjo është sa jesë të gjitha, apo çfarë thot pala tjetër që kjo është e vërtet, ne aty ende nuk kemi parë një provë të besueshme që del nga dosjet zyrtare. Se thash janë fotografi, janë thjesht fotografi. Dhe nuk kam poshtë vulën apo firmën apo formatin të cilin e përdor BKH-ja apo e përdor Spaku. Në rastin e Berishës, ato duket që janë pjesë të dosjeve hetimore të Spakut, të cilat kanë rrjedhur, gjë të cilën e ka pranuar dhe ka bërë publike në formë të një shqetësimi kryeministri i Shqipërisë, që u ka thënë hetoni nga ka rrjedhur dosja Toyota Yaris, nga kanë dalë ato dhëna, pra edhe kryeministri e dinte që ato kanë dalë. Dhe kryeministri nuk ka folur se ja shkrepi mendje, po e kanë informuar që ato të dhëna, sepse ta thash, ato janë shumë të rëndësishme në mënyrë në strategjinë që po ndjek Berisha, po i tregon Spakut së pari, ne e dim që ti i ke këto. Po s'po vepron. E dim që i ke. E dyta, ti i ke dhe nuk vepron, dhe nuk vepron sepse ti ose je në trysni politike, ose bashkëpunon me mazhorancën, pretendim Berishës, dhe nga krau tjetër, denoncimi para derës Spakut, publik, me kamera që rinë aty non-stop, e detyron BKH-n dhe Spakut, që edhe nëse nuk ka hetim, ose këto janë pjesë të fashikove të dosjeve tjera, të rinis një hetim, të hapi një çështje, se ka të detyruar, sepse po vihet përballë një fakti tashmë publik. Qartë. Dhe nuk mund ta shkaloj, sepse po ja bëjnë mu tek dera. Prandaj e bën Berisha te dera Spakut. Mund ta bënte te selia e partisë Berisha. Po kur e bën te dera Spakut, e detyron Spakun dhe prandaj e bën aty. Berisha e bën qëllimisht. Dhe duket sikur, prandaj po të shikosh ti mediat që kanë ndikimin e mazhorancës, her pas here shkruajnë që thon agjentën e Spakut, hetimin e Spakut po e bën Berisha. Dhe duket vërtet sikur e bën Berisha, por në fakt strategjia që ndjek Berisha është i bëj presion Spakut që të hetojë në atë formë që atij intereson. Por në fakt ato që po përdor Berisha janë të pamohshme, janë pjesë të dosjeve. Pra një vite pyetje që bëre ti, a kanë dalë nga brenda? Po nga brenda kanë dalë. Si kanë dalë? Nuk e di. Berisha është njëri që ka shënuar historinë në 35 vjet, na pëlqen, por janë një pjesë atyre që janë aty, por është një pjesë kryesore. Kanë punuar kur Berisha ishte kryeministër. Që te kreu Spakut ka qenë drejtori i task forces. Zoti Dumani në kohën e Berishës, dhe Berisha ka përmendur vazhdimisht, e ka pasur drejtor të task forces. Zoti Dumani ka qenë njësia më e fortë, më e përgatitur që ka patur hetimi i Shqipërisë dhe prokuroria e Shqipërisë gjatë mandatit 2005-2013, kur zoti Berisha ka qenë pushtet. Pra, duke qenë kryeministri i vendit, ai ka patur shumë informacion. Dhe ai di shumë gjëra nga ato, patjetër që i di, dhe kjo ndihmon Berishën që të ketë rrjetin e vet atje brenda, të ketë informatorët e vet, dhe ti përdorë ato çështje në bazë të informacionit. Patjetër që Berisha di shumë më tepër se ato që publikon atje. Por edhe ai është duke i bërë presion Spakut që heto këtu, heto Manjën, heto Taulandin, heto ministrin e Brendshëm. Pra, ai po ja çon, heto thotë se ja ku është prova. Dhe Spaku është para një situate shumë të sikletshme. Sepse, nëse ato janë pjesë e dosjeve të tij, duhet thotë që na i kanë marrë neve dhe duhet prisi hetimin nga kanë rrjedhur këto materiale, dhe së dyti, nëse nuk ka hetim konkret, pra po t'i ketë masivisht aty, është i detyruar të nisë hetimin konkret. S'ka nga e mban. S'ka nga e mban, sepse ai ja ka lënë topin te dera. Dhe po them, strategjia e Berishës, thashë një herë,
Spaku mund të dalë, e vetëmja zgjidhje tjetër ngelet që Spaku duhet të reagojë publikisht nëpërmjet zëvendësit veta, nëpërmjet kanaleve që ata kanë në media, për të thënë që këto materiale nuk janë pjesë e dosjeve tona. Dhe ne do të bëjmë një hetim, minimalisht. Ose këto janë të vërteta. Në rastin e kujtoni rastin e Gazbardhit. Që doli një transkript atëre, dhe Spaku doli e tha, ky nuk është formati jonë. Pra e rrëzoi atë që doli. Kurse për pjesën e dytë pyetëshim bërë, për zonën Velie. Se këtë do të ktheja. Tani, çfarë mund të thotë në strategjinë e mbrojtjes Erion Veliajt? Ta nduket sikur edhe kryeministri vazhdon agjendën e tij që lidhet me daljen sy më sy, me takimet në njësit për të maksimizuar votën, që është agjendë politike. Apeli nuk solli atë që kishin pritshmëri Veliaj dhe njerëzit e tij. Madje doli dhe ky material i shtesë që shikon është përgjuar dhe është implikuar. Shko dhe Berisha thotë që çimka t'ia vendosi Ulsi Manja, që unë nuk di ta ndaj nëse e kishte përsun politika apo ka informacion real. Pra Berisha, po e niste Berisha, e ka kthyer në një kundërarmë ndaj Spakut, masën e sigurisë detyrojmë paraqitje 2 herë në muaj. Pra Berisha shkon të hënën e parë dhe të hënën e tretë të muajit. Dhe e ka kthyer këtë, është kthyer nga i akuzuar në akuzues. Pra, le dhe ato shënimet e tij. Spaku e ka akuzuar, ndërkohë Berisha merr letrat e Spakut dhe është kthyer në akuzues. Patjetër që kjo ka dhe një efekt thash pozitiv, sepse e nxit Spakun, e nxit në hetimin nëse vërtet janë të përfshirë zyrtarë të nivelit lartë të qeverisë, deri në rangun e ministrave, apo dhe kryeministri vet, atë Spaku është detyruar t'i kthejë përgjigje dhe duhet hetojë. Nuk ka zgjidhje tjetër. Nuk ka zgjidhje tjetër. Iku kjo. E dyta, Berisha duke shkuar atje, ka dhe aksesin, se ka akses media, ka dhe aksesin tjetër, të bëj ato që bën ai dhe janë pjesë e strategjisë. Pra, nëse Rama ka zgjedhur atë sy më sy, si rubrik, Berisha ka zgjedhur të rubrikën tjetër. Rama del atje, vetë pyet, vetë përgjigjet, dhe Berisha ka gjetur këtë historinë tjetër dhe i shkon atje. Dhe çfarë bën Berisha? Pra, Berisha merr një fakt të vërtetë, të cilën ne e dim tashmë botërisht. Është fakti vërtet që Erion Velia është përgjuar. Se dolin gjykat. Dhe Berisha merr këtë faktin e vërtetës dhe i vesh të pjesën tjetër. Tani hajde gjej këtë pjesën tjetër. A është si është deri ku është e vërtetë? Por Berisha ka marrë një fakt të vërtetë, të provuar botërisht, pra që Erion Velia është përgjuar në burg, që është përgjuar në bisedat telefonike që i ka bërë, që janë përgjuar bisedat me përgjim ambiental brenda teritorit të burgut të Durrësit, tashmë ne kemi të provuar. Tjetra, zakonisht, autorizimet për përgjim nga vijnë tani këto. I jep prokuroria dhe i jep me afat 2 javor. Pra, Erion Velia ta kemi të qartë, është përgjuar për 2 javë. Të paktën 2 javë. Dhe nëse gjatë atyre 2 javëve kanë dalë të dhëna të rëndësishme për prokurorin, prokurori drejtohet sërish gjykatës dhe i kërkon dhe një shtesë tjetër dhe një 2 javorës tjetër, pra një miratim nga gjykata për të vazhduar përgjimin. Por të paktën 2 javë Erion Velia është përgjuar. Dhe është përgjuar nga momenti që i ka shkuar nga bloku i sigurisë, pra Velia u arrestuan datën 10, ka dalë një gjykatë në datën 12, dhe atë ditë, mas dite ai është shuar në 12 ose 13 mos gaboj, është shuar në burgun në burgun e Durrësit, dhe përgjimi atij është bërë në Durrës. Pra nuk ishte bërë në blokun e sigurisë, ishte bërë atje. Unë se di me saktësi kur fillon dhe kur mbaron, por di që përgjimi i parë është 2 javor. Pra Erion Velia është përgjuar për të paktën 2 javë. Dhe ky është fakti pa mohueshëm. Tani, si ujk i vjetër, që është Berisha, që kur do ta merr të bardhë në bën zezë, herë tjetër ta merr zezë në bën të bardhë, por ka gjithmonë një element ralaj ku mbështetet, që mundohet ta bëjë të besueshme narrativën e vet. Dhe ai çka ka bërë? Fakti i tij real kush është sot? Ai ka marrë një gjë që është bërë në deklaruar gjykat. Tani, nuk është se s'ka logjik ajo që thot Berisha. O dhe unë vetë dyshimi i parë, sa ka marrë vesh për përgjimet që janë bërë Erion Velia në këtë formë, që është përgjuar çdo kontakt. Dhe këtë Spaku e bën në raste, pra Spaku ka kërkuar kamerat e burgut për të ditur kush ka hyrë dhe kush ka dalë, kush e ka takuar atë. Kush ka çuar kur je i ndaluar, përdoren të gjitha mënyrat me avokat, me familjar, që ti të çosh atje mesazhe të ndaluara, të bësh mënyra të ndaluara komunikimi që s'te janë ligji. Është vetë ti do të shpikësh, do improvizosh aty brenda,
Dhe do t'i futësh ato herë në ushqime, herë në të përdosh gjitha formë, tek puca, te licja, prandaj bëhet dhe kontrolli me skaner atje. Atë nivel kontrolli kur hyn dhe kur del nga burgu. Pra, çka ka bërë? Pra, unë kur e kam dëgjova për herë të parë që Erion Velia është përgjigjuar, gjë e parë që më shkoi në mend është tani dali që po spaku mund ta përgjoj, e lejon ligjin, ta përgjoj. Por po përgjohen brenda drejtorisë burgjeve. Është territor që varet në jurisdiksionin e drejtorit të burgjeve, që është në varësinë e ministrit drejtësisë, dhe ministrit drejtësisë në varësinë e kryeministrit. Pra, të lind pyetja, ora Erion Velin po e përgjon vetëm spaku, sepse Erion Velia po e përdor aksesin që ka në media, burimet njerëzore, financiare që ka ai kundër spakut, apo është dhe qeveria se do të di, mos ka ndonjë mendet keqe ky Erion Velia na hap ndonjë punë. Dhe Berisha kap të pjesën e dytë. Mbasi e përdori parën dhe tha që ky po e donte aty Erion Velia, e fitoi ai. Pra, gjykata e apelit e la në burg Erion Velia. Pra, betejën një mujore që bëri Erion Velia për të i krijuar bindjen gjykatës se shiko, masa e arrestit me burg është një masë ekstreme. Pra, kjo ishte betejë që bëri Erion Velia, nuk dha rezultat. Fitoi krau tjetër. Pse? Ngeli në burg. Por, vim të pjesa tjetër. Berisha thot, ore, mos për përgjon bashkë me, se Ulsiu nuk mund të përgjoj vetë, se s'ka mjete për të përgjuar. Ka, është SHKB e burgjeve, që mund bëjnë ata përgjime, po ata s'ti japin. Mund bëjnë ata përgjime. Dhe mund të kemë bërë, se ata e kanë për detyrë. Erion Velia na ka thënë publikisht, e ka shkruar në ato komunikimet e tij, që është ushtruar kontroll në qelinë e tij. Atëherë, që të ushtrosh kontroll te qelia e tij, është SHKB e burgjeve, kanë shërbim brendshëm ata. Agjenci monitorimit, si është AMP-ja e policisë, agjenci monitorimit, ata atë njëjtën gjë kanë ata, ka shërbim burgjet. Pra, burgjet pse e kanë kontrolluar qelinë e Erion Velis? Se kanë pasur një indicie, përveç se mund ta kenë kontrolluar edhe me urdhër të spakut. Dhe kjo që aludimi që bën Berisha, duke thënë që këtë punë e bën Ulsiu dhe Edi Rama, se mos Erion Velia u del në arresti, politikisht ka logjik. Dhe i shkon mënyra që ka Berisha të bërit politik. Kështu e bën ai. Kështu shikon. Por thash, ai shnis në një gjë reale. Tani, kush e ka bërë përgjimin? Patjetër që përgjimin e autorizuar që të shkojë në gjykatë, e ka bërë spaku, se ai të lejon ligji. A mund të ketë përgjuar agjencia e monitorimit të burgjeve? Nuk përjashtohet. Mund të ketë përgjuar dhe ata përgjoj. Kanë detyrë se duan të kenë informacion. Por më falë, them diçka këtu, se shumë e rëndësishme kjo. A ky informacioni tjetër, a mund t'i shkojë në vesh kryeministrit apo ministrit drejtësisë, sepse ata thash janë institucione varësie, patjetër që mund të ketë shkuar. A mund të jenë ata të interesuar? Qoftë dhe për shëndetin mendor të atij, se e shohin që ai zdalonte, vazhdonte. Edhe për këtë mund të jetë interesuar. Po kjo është një gjë që ne se provojmë dot në këtë moment. Dhe prandaj duke marrë këtë pjesën e vërtet Berisha, duke i vënë këtë pjesën mbrapa, kjo e vë opinionin publik, e vë në dyshim. Thash, logjikisht, ajo që thot Berisha ka bazë. Ka bazë, sepse Erion Velia e vërtet është njëri që duhet me ato që po bënte, krye problem të madh. Dhe të gjithë ata që e monitoronin dhe ishin të interesuar mbi çfarë di Erion Velia dhe çfarë mund bëjë Erion Velia, duan me patjetër që ta mbajnë në veshgim dhe duan ta dinë mundësisht ore çfarë ore flet gjumaj, ç'a ha, ç'a bën, ç'a pi. Në rregull, plus Erion Velia me atë që përfaqëson vet, se ai nuk ishte koshient akoma se në gjendje ishte. Pra në çfarë ishte që mund ta përgjonte, se ka besuar këtë gjë. Prandaj ka vazhduar të flas lirisht. Ka besuar tek forca e tij politike, se ka ditur. Tani te forca thashë një, prandaj e hedh Berisha atë. Ai duket si shashk. Po shashka vetvete ka një zhurmë, ka një efekt. Dhe ai efekti që ka hedhur Berisha bazohet mbi një gjë reale. Pra, prandaj thashë kjo është shumë interesante si pjesë. Është fakt që Erion Velia mbas vendimit të apelit dhe mbasi dolën në publik provat se ai ishte përgjuar dhe për çfarë ishte përgjuar, duket qarta se i kanë ndryshuar taktikën. Nuk ka më të njëjtën taktikë, një. Së dyti, Erion Velia mbasi vendimi i apelit, ishte vendimi më i shpejt, ai do ketë një mundësi tjetër të shkojë në gjykatë lartë, ose mund të ripërsërisë mbas 2 muajsh, mund të kërkojë rivlerësim të masës sigurisë ose zbutje, pra një masë arrest shtëpie, po them në rast konkret. Por edhe mbështetësit e Erion Velis, duke filluar që nga portalet, mediat, gazetarët, politikanët, gjithë rrjeti i tij, ka pas një rrjet shumë të madh,
Erion Veliaj. Jo se ka, po ai rriti ti po e hum peshën dhe njerëzit janë trembur kur njeriu që ka ngritur atë piramidë është rrëzuar, gjithë pjesa tjetër e merr çarjen vetvetiu. E ka paniku. Dhe diçka që dua të them. Pra, po ti shohim edhe mediat që mbështesin Erion Veliaj. Ne pam dje një veprim tjetër. Komisioneri Komisioneri publik kishte nisur një hetim ndaj një gazetari, i cili nuk është gazetar, është pedagog i gazetarisë, është analist i njohur, është moderator e emisioni, dhe kishte nisur një hetim për shkak të një shkrimi dhe përmbajtjes atij shkrimi ndaj gjyqtarit gjykatës apelit, zotit Pullumi. Pra, ishte hetimi i komisionerit publik. Nëse flasim për një që ishte ai shkrimi që duket sikur merrshme për shkrimin. Nuk ka rëndësi, nuk hy fare te brendia, unë shoh veprimet. Tash në këtë fazë nuk do të merrem me detaj. Për publikun, pra ka pat një rast. Për publikun kjo është e rëndësishme, që edhe ata që shkruanin ai Veliajt, goditen. që deri tani ishin brenda fap, reagoi komisioneri, se kanë parë të reagoj herë tjetër këtë radhë, reagoi. Edhe pse këta thonë që pse reagoni për ne, se reagoni për Berishin që e kësnon. Dhe Berisha e ka sulmuar ballazi, haptazi, gjitha baterit, as se ka vrarë mendjen fare, nga balkoni, nga dritarja, ku ishte mundësia te dera spakut. Berisha e haptazi, deklaruar për këtë punë. Por, edhe këta të tjerë që mendonin që kishin një mbrojtje dhe që ishin mbrojtësit kryesor të Spakut, përsa kohë që Spaku mbante Berishën në arrest, shtëpie, pra këta ishin mbrojtësit, këta e mbronin Spakun, sot e panë që se çfarë ndodh dhe janë vënë vetë, janë bërë vetë targeti gjithsaj. Shiko, po t'jap vetëm një element të ditëve të fundit. Punonjës të stafit ose grupi ngushtë që ka patur Veliaj në bashki, përveç këtyre 5 se drejtorat të që janë arrestuar, të tjerët ose janë detyruar të japin dorëheqje, ose janë larguar vullnetarisht. Pak prej tyre u është dashur të japin element besueshmërie për të treguar kryeministrit që morin dorë menaxhimin e bashkisë, se ne nuk kemi të Veliajt, ne i shërbejmë Partisë Socialiste. Subjekti politik, po. Unë po them, ditën që është bërë ai takimi, kryeministri Rama bëri në sheshin Skënderbej, dhe ne pam po thuaj armatën e plot të bashkisë, të rreshtuar aty, dhe me uniform, duke si ato paradat e përvjetorit të çlimit atë dheut, personat apo punonjësit e bashkisë, të cilët për arsye të tjera që mund të kenë qenë në një punë të dytë, që nuk kanë pas mundësi të vinë, a di që është hequr dita punës? Mua më kanë ardhur denoncime gjatë atyre ditëve nga punonjës të bashkisë, ata që marrin këto rrogat e ulta, 500.000 lekë, që është hequr dita punës pse s'kanë qenë tek ai takim, i cili në fundi bëhej jashtë orarit zyrtar punës. Pra, nga ora 8 e mëngjesit, deri në orën 16 masdite, takimi është bërë mbas orës 16 dhe këtyre është hequr ditë e punës. Gjë që dëshmon, se s'po ta them kot, gjë që dëshmon, është një argument tjetër që bashkinë tashmë e ka marrë në kontroll dikush tjetër. Dhe Lalieri nuk janë pa gjë këto që thot Berisha. Pra, që edhe Ulësiu, edhe ai tjetri që është sipër Ulësiut, se ata e kanë marrë kontrollin, kush e ka marrë kontrollin? E ka marrë Rama pra, bashkinë. E ka marrë. Dhe fakti që e ka marrë dhe ka bërë këto gjëra. Pra, kur vin qytetari dhe thot na kanë prej ditën e punës, vjen punonjësi i bashkisë, dhe thot nga prej ditën e punës, pse s'kam shkuar te takimi i Ramës? Kam qenë jashtë orarit zyrtar, kam qenë në një punë të dytë ose kam qenë në një angazhim tjetër familjar. Dhe vetëm se s'ke vajtur atje. Qartë. I është krijuar kjo situatë. Kështu që edhe Erion Veliaj ndodhet në një situatë as pak komode në këtë histori, sepse po kupton që po humb dhe tani po bindet dhe ai po kthjellohet, dhe si punë po shkërmon që infrastruktura e tij po thua. Të Edmond Dantes apo Konti Monte Cristos, i cili gjatë ditëve të vuajtjes së dënimit atje tek ai i burgu në Ishull, ai fillonte dhe rikthente shiritin e asaj që kishte ndodhur. Dhe duke gjykuar në ftohtësi, kuptoi se kush ja kishte bërë gropën. Dhe unë besoj që Erion Veliaj sapo ka filluar, deri tani ka qenë me bindjen që kjo gjë është në faktor të jashtëm. Tani do filloj të kuptoj që armiku i brendshëm, siç thoshte qoflargu i para 90-s, Enver Hoxha, është më i rrezikshëm. Të po e thotë Trumpi tani, se e ka thënë vetëm ai. Dhe sot presidenti Trump të thotë, armiku i brendshëm është më i rrezikshëm se armiku i jashtëm. Dhe Erion Veliaj tani është në këtë fazë. Do të filloj aty të kuptoj se në gjendje është dhe pastaj do kërkoj se kush ja ka bërë këtë gjë. Dhe kush ja ka bërë nga të brendshmit, sepse tani po del që janë të brendshmit. Faktin që ati po ja heqin, po ja shkatrojnë piramidën që ishte ngritur ditë mbas dite, po ja shpërbëjnë,
herë haptazi, herë fshehurazi, dhe po ja godasin gjithë rrjetin që ai kishte, dhe kishte rrjet shumë të fuqishëm, atëherë do të thotë që ati goditja fatale nuk i paska ardhur nga jashtë, i paska ardhur nga brenda. Dhe këta brenda i kanë krijuar këtë situatën tjetër që e kanë vënë me shpatulla pas murit. Pra, dhe kanë detyruar të përgjojnë deri tek qelia e burgut. Pra, sot Velia ka... Dhe ti flet për disa përgjime, jo një, që mund të kenë. Tani thashë një herë, atje... Për hesapet të ndryshme. Kur je atje brenda, ti e ke mbaruar punë me lirit. E tua. Ke mbaruar punë. Ti je aty nën vëzhgim dhe nën përgjim. Se kam dy tema që do t'i prek ndërkohë. Do doja që të ndalesha pak tek ajo se çfarë ka ndodhur të premten, pra ku në Rai 3 është publikuar një histori e freskët e bashkëpunimit mes organizatave mafioze italiane, organizata kriminale shqiptare, të cilat pasi sigurojnë 10 miliona euro nga narkotrafiku në Itali, vinë dhe pastrojnë para duke investuar në Shqipëri. Tanë që këtu flitet për drageta, flitet për para që vjen nga jashtë, por flitet për një sektor ndërtimit me hije dyshimta, për bum ndërtimesh, pastrim parash, kjo nuk është një gjere. Por unë dua të ndalem te kjo se çfarë realisht na u tha në fundjavë nga Rai 3, çfarë nxorri në pa emisioni në fjalë. Atëherë ishte një investigim shumë interesant i emisionit investigativ, kryesisht që merret me krimin e organizuar, me trafiket, me sigurinë. Edhe pse është një talk show, po është gjatë, është gati, jo gati, për është 2 orë 20 minuta, Far West e ka emrin, edhe nga emri i emisionit. Dhe duket që Far Westin ata e zhvendosën në Shqipëri këtë radhë, dhe Rai është një media publike tashmë, pavarësisht ne pa mbetejën që ndodhi radhën e parë. Pamjet, unë kam sjell disa momente apo video të këtij dokumentari, ose këtij investigimi që ka bërë Rai 3. Gazetar, grupi i xhirimit i tyre ka qëndruar për disa ditë në Shqipëri, pra nuk kanë bërë thjesht, kanë ardhur një ditë, kanë marrë disa plane nga ajri dhe janë larguar. Gazetari që ata kishin dërguar në Shqipëri, Tommaso Mattei, është një gazetar i cili ka qenë në Shqipëri më përpara, sepse ka qenë pjesë e rritit të Agon Italia, jo Agon Shqipëria. Pra, ishte njëri që ai e njihte Shqipërinë, duke që kishte informacion goxha, e njihte vendin, dinte zhvillimet e çka kishte ndodhur në Tiranë apo në Shqipëri, flas këto gjërat e dukshme gjithmonë. Dhe boshtin ata e kishin marrë nga hetimet e kryera në Milano, pra nga antimafia italiane. Në kapjen e një lokali, dhe kjo është një nga format që përdoret rëndom në Shqipëri, mos për grupet që janë në përmasa më të vogla, ose organizatat të krijojnë për të mbajtur territorin. Pra, ata kanë hetuar dhe përgjuar një lokal, shumë të njohur, gjintoneria, atje, i cili ofronte klientëve vet, përveç eskortave, prostituta, ofronte lëndë narkotike, kokainë, kryesisht si lart. Pra, ai si objekt i shërbimit social i përmante të gjitha brenda. Pra gjithë çka ka sot, çka është në targetin e krimit organizuar, ata i kishin përqendruar te gjintoneria, që kishin në Milano, dhe ai klientëve u ofronte, thashë, që nga eskortat edhe deri te kokaina e cilësisë lartë. Të ardhurat e përfituara nga ky, këtu është zanafilla, kështu nis hetimi. Të ardhurat e përfituara pastaj investoheshin. Por dyshimet ishin që në Milano, që është qyteti më pra, me cilësinë, me nivelin më të lartë të jetesës në Itali, pra qyteti më i pasur i Italisë, qyteti më me përqendrimin e industrisë dhe kompanive më të mëdha italiane, madje edhe në rang botëror, është tregu më i pasur i Italisë për narkotrafikantët. Dhe narkotrafikantët atje shpërndanin kokainë cilësisë lartë. Dhe sigurisht që ato luftojnë për të mbajtur kontrollin aty qyteti. Tani, si ishte futur kokaina në Milano? Ky është pjesë e hetimit që vazhdon. A e kanë sjellë shqiptarët nga Amerika Latine në kuadër të bashkëpunimit me organizata italiane apo me mafin italiane? Italia ka mafie, ka niveli më të lartë të krimit organizuar. Kjo është pjesë e hetimit. Por mënyra se si e ka kapur antimafia italiane dhe se si shtellon Far Westi, pra është identike me atë që ndodh në realitet. Pra duket si një gjë e vogël që nis në një tavernë apo në një restorant i thjesht. Por në fakt kjo është në vetvete, është skema, është si themo radiografia që mund t'i bësh sot
asë zbërthimi që mund t'i bërë sot se si funksionon krimi organizuar dhe narkotrafiku. Dhe çfarë bëjnë? Paratë e fituar aty nga bisedat që bënin vetë pjesëtarët, pra hetimi ka nisur duke gjurmuar Stefania Nobile. Kjo është personazhi që ata kanë kapur fillimisht, së bashku me Davide Lakerenca. Dhe çka kanë bërë këta? Kanë ndjekur ose kanë gjurmuar udhëtimet e Stefanias në Shqipëri, e cila ka ardhur herë me shoqëror minister, herë me nënën e vet, që është personazh shumë i njohur atje, shumë e njohur në Itali, dhe ka udhëtuar shpesh në Shqipëri, herë për pushime, herë për aktivitete. Dhe çka kishte bërë grupi i Rajt? Erdhi në Shqipëri dhe shkoi gjeti lokalin në Durrës, pra gjintonerinë e Durrësit, ishte filiali e saj të Milanos, dhe gjeti shqiptarin që bashkëpunon atë. Dhe interesante ishte se kur grupi i xhirimit i Rajt ka shkuar në Durrës, e kanë njohur italianët që ishin aty dhe e kanë larguar. Më keq se largojnë grupet tona të xhirimit. Po e kanë dalë, kanë kërcënuar italianin, ata largohu. Italiani normal, ka ardhur nga Italia, nuk se ka qenë shoqëruar me policë. Dhe ata me njëherë e kanë njohur se kush është, e din se çfarë përfaqëson Faroesi dhe janë shqetësuar dhe kanë kërkuar, pra e kanë kërcënuar direkt, janë larguar prej këtu. Dhe e ka ikur. Nga Durrësi ka ardhur në Tiranë dhe ka gjetur lokali tjetër ka qenë në blok. Pra në zemër Tiranës. Pra një Milano, një Durrës, një blok. Dhe ata e kishin gjetur, dhe kanë gjetur dhe shqiptarin që bashkëpunonte. Pra, në vetvete ata kanë krijuar lidhjet, e kanë gjetur fijet. Po, ka krijuar një puzzle. Nga përgjimet thot, nga një bisedë atje del që Davide mburret që i tregojnë dikujt atje që në Shqipëri ka pastruar 80 milion euro, që është shumë e madhe. Dhe kur thash unë kam bashkëpunuar me gazetarin në fjalë, pra me grupin e xhirimit, plus që kam dhënë dhe intervistë për pjesën që mendoja unë që mund ta jepe, pra i thash në Shqipëri nuk është e pamundur të pastrosh 80 milion. 80 milion euro në Shqipëri. 80 milion euro është shumë e madhe, i thash në pamje të parë që tërheq vëmendje. Në Shqipëri tashmë, pra janë bërë disa vite, edhe nëse hyn 500.000 euro tërheq vëmendje. Qofse vjen rrugë bankare. Tërheq vëmendje. Jo kur futet 1 milion euro, 10 milion euro dhe pastaj 80 milion euro. Pra kjo i thash tërheq vëmendje. Dhe këtë nuk mund ta bësh vetëm duke menaxhuar 2 restorante. Pra do t'jetë dikush mbrapa, do t'jetë një kompani e madhe në Shqipëri, do t'jetë një organizatë e madhe, partnere e organizatës italiane apo e strukturës mafioze italiane në Shqipëri, dhe tjetra duhet kesh lidhje të forta me agjensitë ligjzbatuese në Shqipëri, përfshirë policinë, përfshirë dhe lidhje me politikën apo me pushtetin. Dhe konkretisht, rastet që kanë ndodhur në Shqipëri, të mëparshme, janë evidente. Ti ma mend 2010 u arrestua Albano Prudentino. Pra, ishte një nga bosët e Sacra Coronës, u kap në Vlorë, kishte investuar në restorante, pizzeri dhe në kompanit, ishte aksioneri i kompanive Lora të Fatit. Dhe kishte vite që investonte në Vlorë, ishte një personazh shumë i rëndësishëm që e kishte në kërkim autoritetet italiane, dhe ortaku i tij shqiptar ishte një personazh shumë i rëndësishëm. Ishte me lidhje të forta politike me qeverinë e kohës. Pra ky ishte rasti i Prudentinos. Më mbrapa, po flas raste të provuara. Prudentino u kaptua, ekstradua, më dhe më vonë edhe djali i tij u dorëzua. Është rasti i Taçit dhe i ish kryetarit të Bashkisë së Palermos, i cili ka qenë provuar në Itali, që ka qenë bashkëpunëtor dhe pjesëtari i Cosa Nostrës italiane, pra mafia organizuar më të madhe italiane. Dhe rrjeti i tij, pra në Shqipëri ishte paraqitur në atë kohë paraqit një biznesmen dhe një avokat në një bankë niveli 2. Mbasi ata kishin bërë një marrëveshje me një kompani të madhe biznesi që kishte patur xhiro shumë të madhe në Shqipëri, dhe ky ishte kompania Taçi Oil. Ishte kompani shumë e madhe. Ky kontakt ishte bërë në Zvicër, Taçi qëndronte në Zvicër sepse ishte në hetim në Shqipëri, dhe Taçi kishte marrë përsipër këtë operacion, ishin 18.4 milion euro, që u futur në Shqipëri në rrugë bankare. Pra erdhën me bank, erdhën nga Zvicra dhe do shkonin në Singapore dhe në Hong Kong. Dhe Taçi kishte marrë përsipër këtë operacion në këmbim të përqindjes, për 16% apo 3 milion euro. Pra nga 18.4 milion euro, Taçi do përfitonte 3 milion. Por do t'ja u pastronte këto para, dhe do të humte gjurmët e kërkimit të tyre nga Agjencia e Zbatimit të Ligjit. Por gabimi i Taçit ishte që duke qenë në hetim në Shqipëri, sa erdhi shuma në bankën e nivelit 2, banka e bllokoi. U bë hetimi dhe kjo pasuri ka kaluar shtetit. Taçi, për ato u dënua një nga njerëzit e afërt të Rezerv Taçit për këtë histori.
janë dënuar në fakt. 2, dhe Taçi vetë është gjykuar për këtë histori, nuk jam i sakt sot tani se si ka shkuar ajo, por ky është rasti i dytë i provuar, pra shumë të mëdha. Në rastin e parë kishim një mafioz të Mirfield që erdhi investori në Shqipëri, në rastin e dytë kemi një mënyrë tjetër, pra që tregon që parat me miliona euro në Shqipëri futën. Dhe cila ishte rruga tjetër? Pra që nisim dhe nga emisioni, dhe ishte pjesë emisioni, dhe ekspozimi që i ka bërë Far Westi në Itali, se si funksionon mafia shqiptare, ose organizata kriminale, se nësë kemi mafia të Mirfield. Sepse a erdhi në Shqipëri dhe pa se kush është baza e sot e ekonomisë shqiptare, është industria e ndërtimit dhe industria e turizmit. Dhe lëvizjet që ka bërë Stefania Nobile janë fix lëvizjet që tipike që bëhen kur kemi të bëjnë me reinvestim të parave të ardhura në krimin organizuar dhe pastrim të tyre, pra rikthimi nga parat pisa në parat pastra. Dhe ky ka qenë objektivi, sigurisht që kjo ata kanë marrë një çështje konkrete, thash, ne nuk kemi të bëjmë si në rastin e kaluar që ishte më tepër një hetim politik pas të asaj që ndodhte midis Shqipërisë dhe Italisë dhe pamim klikimin ose përfshirjen e kryeministit Rama. Por në rastin konkret nuk kanë parë një reagim të qeverisë. Historia ka bërë shumë jahon në Itali dhe ka dëshmuar se si funksionon dhe cili është në të vërtet sistemi në të dy anët e Adriatikut, që na dëshmon dhe njëherë se bashkëpunimi mes krimit organizuar shqiptar dhe mafias tradicionale italiane jo vetëm është prezent, është shumë aktiv, mundohet të gjejë të çara në sistem, është i fuqishëm dhe përdor të gjitha mënyrat. Thash, edhe pse në Shqipëri sasi të tilla parash duken pak të mëdhaja për të investuar, por thash edhe një herë nuk janë të pamundura dhe emisioni Far West i ditës premte dëshmoi pikërisht që në Shqipëri ekzistojnë mënyrat, rrugët, hapësirat, komponentët, bashkëpunëtorët, sepse organizatat kriminale shqiptare, pra janë partnerë në Itali me organizatat italiane. Shesin bashk kokain, e trafikojnë bashk, e kontrollojnë bashk territorin, herë ndajnë veçmas dhe herë kooperojnë, por një organizatë shqiptare nuk mund të operojë lirisht, sado që janë fuqizuar, pa patur një mbështetje apo një bashkëpunim me një organizatë mafiozi italiane, të cilat kontrollojnë territorin për zonën ku ata janë, thash, është zona më e pasur e Italisë aty. Kështu që kjo është një gjë që besoj në ditët në vazhdim, thash, është një nga format që besoj duhet ne nuk është se nuk e kemi thënë në Shqipëri, nuk është se nuk e kemi ekspozuar, por është bërë tashmë praktik që kur e themi në Shqipëri hama se këta e egzagjerojnë. Kur del një media e huaj, pastaj, ne rimarim dhe nxjerrim po atë që kemi thënë ne. Që po ne ju kemi thënë atyre. Nuk kam kohë, ora 11:00, kam 3 minuta ose 4. A mundesh, sepse duhet shkojmë me reklama dhe duhet jem shumë rigoroze, kështu edhe këto 4 minuta po ja grabis marketingut, a mund të më thuash në mënyrë të përmbledhur dhe pse e di që e ke të vështirë, çfarë rreziku ka kanabisi, legalizimi i kanabisit mjekësor në vendin tonë, me idenë që do ta trajtojmë sërish javën tjetër. Po nëse ma përmbledh në 2-3 minuta për të kuptuar se si ti e shikon, lëre historiku, ne e dim se çfarë ka ndodhur, dim dhe modelet. Këtu tek ne, duhesh, është me vend, apo është i rrezikuar si për shoqërinë ashtu dhe kapja nga grupet e interesit? Atëherë do të mundohem vetëm në vije të trash. Po se do ta risjell, do ta trajtojnë, do të japim minuta. Ose të bëj një skicë të një tabloje që të ta detajojmë. Më vonë, ne në Shqipëri në këtë moment jemi në pikun e zgjedhjes më saktë të territorit, të fidanëve, të farës, të sipërfaqes ku do kultivohet kanabisi tradicional, që ne e shesim jashtë dhe tashmë kemi një treg të konsoliduar vendas. Dhe çdo vit, policia e shtetit nga janari dhe deri në këtë moment nxjerr këtu pafund kronika, sera që kontrollohen, sipërfaqe, malore, fushore. Janë bërë si njoftime normale. Kontrollohet gjithë vendi. Si vjet ne nuk kemi parë asgjë deri tani. Unë uroj që kjo të mëse të lënë arre, sepse jemi në vit zgjedhor dhe vitet zgjedhore janë gjithmonë vite shumë të rrezikshme për kultivimin e kanabisit. Sepse për shkak të vigjilencës policisë për detyra të tjera që merr, narkotrafikantët ose kultivuesit e shfrytëzojnë të vit për të rritur fitimet e tyre dhe për të rritur sasinë e kanabisit të mbyllet. Një. Së dyti, faktori që e motivon të vic, jemi para një elementi i cili kaloi si papritur dhe qeveria gjeti formën si ta kalonte. Cili është? Tashmë në Shqipëri është legalizuar kultivimi i kanabisit mjekësor. Në vetvete, kanabisi mjekësor nuk ka lidhje me kanabisin
indian. Pra kanabisi indian është kanabisi që përdoret tradicionalisht nga trafikantët. Pse? Sepse përbërja e THC-s, pra e narkotikut, është jashtëzakonisht e theksuar te kjo që kultivojnë fshatarët ose trafikantët dhe te kanabisi mjekësor, THC-ja, po thuaj se është shuar në nivelin më të ulët, sepse aty u shërben kryesisht vaj që merret nga industria farmaceutike. Tani qeveria ka publikuar një hartë të zonave ku kultivohet, që çuditërisht përkon me zonat ku kultivohet kanabisi indian. Pra ata sikur kanë marrë hartën ku është kultivuar kanabisi gjatë këtyre viteve në Shqipëri, kanë marrë të njëjtën hartë identike, për marrë monitorimet e Guardia di Financës. Kanë marrë monitorimin nga ajri të Guardia di Financës dhe kanë thënë ku mbyllet kanabisi, fillon që nga Malësia e Madhe dhe zbresin deri në jug në Lazarat. Aty janë ato koordinata ka dhënë qeveria për të kultivuar kanabisin mjekësor. Dhe problemi i kultivimit kanabisit mjekësor në Shqipëri ka qenë ky. A jemi në gjendjen e ta kontrollojmë që bashkë me kanabisin mjekësor nuk do mbillet dhe kanabisit tjetër? Një. Së dyti, a e zgjidh kultivimi i kanabisit mjekësor asgjësimin e narkotrafikut me kanabisin tjetër? Sepse kanabisin mjekësor do ta kultivojnë jo fshatarët, do ta kultivojnë kompani të mëdha që duhet të kenë sasi të mëdha. Që do punsojnë dhe fshatarë me eksperiencë. Pra, dhe ata do punsojnë fshatarë. Se i kemi ato. Por narkotrafikantët, çfarë bëjnë? Thash, ata e kanë marrë hartën e kultivimit të kanabisit që përdoret për trafik dhe kanë mbivendosur me hartën e kanabisit mjekësor dhe kanë dhënë justifikim qeveria. Ne nuk kemi lejuar dhe nuk kemi dhënë koordinata në zonat bujqësore të njohura, siç është ulësira perëndimore, sepse duam që aty toka të përdoret për bujqësi, pra për bujqësinë tradicionale, pra për perime, për fruta, për tjera gjëra. Dhe e kemi çuar në këto zonat që përputhen me kultivimin e kanabisit tjetër, sepse aty do shërbej për të krijuar fronte të reja pune, për të detyruar fshatarët të mos mbillin më për narkotrafikantët dhe për të krijuar në atë zonë dhe të mira materiale që do t'i vinë në formën e taksave qeverisë shqiptare. Tani, që kjo është një temë shumë e gjerë dhe që ka rrezik që është shumë interesante dhe do ta ndjekim në vijim. Do ta shohim në takimin e radhës. Se ka kaluar për fat të keq. Ju nuk ka marrë vëmendje sepse ne kemi pas rastin Velia, i sot disa minuta ne i mori farmacia se dhe atje u qellua me breshëri dhe ishte shumë. Ne kemi hyrë në fushën ku kryeministri Ksajon vetëm shiko, këto 2 ditë e ka marrë Lulin nga harresa atje me ato videot. Se do ta trajtoj pastaj. Kishte muzikant. Ishte muzikant sot, kishte kënduar një këngë aty të një këngëtari se zotja të masem. Pra, e ka bërë qëllimisht të gjë, ka marrë një aktor ati poshtë dhe e ka ngjitur në lojë, ajo duket si ironi që ata po e bëjmë një tjetrin, po ajo strategjia më, si themon, më efektshme për të marrë vëmendjen e opinionit publik, duke përdorur dhe ato batuta me njëri tjetrin, ç'a bën? Duket sikur opozita nuk ka peshë dhe Luli fap ngrihet në lojë dhe nga ana tjetër kryeministri hyn tek ajo që di të bëjë më mirë. S'ka nevojë të flasë. E keni atë videon besoj. Të flasi shqiptarëve për programin, po u bën gallat. Dhe ne jemi popull që vdesin për gallat dhe shkojmë direkt te gallata. Po, e kemi pak atë videon? Ja, mëse ngasmove tani tanë. Pa tjetër, unë po ndikë shumë pak atë pjesën që këndon Basha. Ta them me një fjali të fundit ta mbyll për këtë se do vazhdoj në pjesën tjetër, me këtë histori është, shiko, këto 40 tetor, Rama dhe Basha kanë bërë xheloz çdo tiktoker, çdo influencer dhe çdo, unë nuk e di, Fevziu se Fevziu nuk ka flok, po do shkulte flokët për të marrë të vëmendje që po bëjnë këta. Tani këta kanë gjetur një skem, në vend që të merren me fushatën, me programin, me hallët që kanë njerëzit, merren me flasim me njëri tjetrin tani 7-7 profesionistë këtar. Po jo, ma ata e kanë bërë qëllimisht. Domethënë, ai që ja ka çuar në mendje këtë strategji është një diabolik i jashtëzakonshëm dhe ka marrë gjithë mendjen e medias. Kjo është një shikoj kudo që hyja këto 40 tetor në lokale, në gjithë, nuk ka rëndësi mosha sa vjeç ishin, nga Kalamanut. Domethënë kush kishte celular ta tregonte, shikoj ç'bën Luli, shikoj ç'bën Rama. Ora nuk është ky halli që ka mileti në këtë vend, që ka populli në këtë vend. Por ata kanë gjetur një skem fantastike dhe kanë rikthyer në lojë
thashin një herë, Rama e ka bërë qëllimisht, ka rikthyer në lojë Bashën, Bashës të intereson se kjo është vëmendje jashtëzakonisht e madhe dhe e kanë kapur opozitën në gafil, opozitën tjetër, se s'di ç'a të bëj, se duhet dhe ata të sajojnë një gjë tani, që të amplifikojnë ose të neutralizojnë që bën Rama me Bashën. Deni, unë e di që administratorja e televizionit për shkak të reklamave do marri masa, po ja që ndodhen dhe këto në transmetim direkt. I kërkojmë ndjes. Bëjmë arkive kjo. Ndjes Mars. Ndërkohë, faleminderit tanë.